بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla xhalaluhu. Përshëndetje dhe selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij, duke lutur Allahun që edhe ne të jemi pjesë atyre besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa alaihi salatu wassalam. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar shpjegimin nga dashuria për hir të Zotit, që neve kemi filluar shpjegimin e saj që dy gjërata për ta kuptuar se sa ne si musliman, si besimtar, i kemi raportet e mira me Zotin ton dhe sa ne e dojmë Zotin xhalla xhalaluhu. Arsye kemi thënë që dashuria është punë dhe vepër e zemrës që lypset nga muslimani të ketë parasysh. Në dersën e kaluar kemi folur për llojet e saj dhe llojet e njerëzve në të, ndërsa sot me lejen e Zotit do i shpjegojmë disa gjëra të cilat janë shumë të rëndësishme, dhe e para prej tyre është shenjat që Allahu e do robën. Cilat janë shenjat që Zoti na don neve? Allahu xhalla wa ala kur e don një rob, kur e don një njeri, ja dërgon disa shenja, disa gjëra të cilat aludojnë që Allahu i lartësuar e don atë. E para është hubbul abdi li ta'ati rabbih. Robi, njeriu e don bindjen ndaj Allahut të lartësuar, devotshmërinë ndaj Zotit. Kjo është shenja e parë që Allahu e don filanin dhe alanin, e don njeriu. Kur muslimani, kur robi e don devotshmërinë ndaj Zotit, dëshiron të bindet urdhrave të tij dhe të ndalohet nga ndalesat e tij. Kjo është ajo që Zoti xhalla xhalaluhu ja ka dërguar në zemrën e atij njeriu, që ai me dash punën e mirë, me dash veprën e mirë, me dash obligimet që i ka bërë Zoti, me urrejt ato që Allahu i lartësuar i ka bërë të ndaluara. Kjo është shenja e parë që Allahu i lartësuar po e don këtë njeri. Për arsye se shumë kemi njerëz të cilët i urrejnë obligimet e Zotit, i urrejnë devotshmërinë, i urrejnë njerëzit e mirë. Kjo nuk është shenjë e mirë, është ajo që Zoti mos e thashë Allahu azza wa jalla nuk e dash këtë njeri, sepse ai është ka urrejnë ato që Allahu i lartësuar ka bërë obligim. Kjo është e para. E dyta, inzi'ajul qalbi min at-tafrit. E dyta është kur muslimani, kur robi le mangut diçka, i ik diçka nga veprat e mira, shqetësohet. Pra, kur Allahu i lartësuar ja mundson dikujt që të shqetësohet për shkak se s'ka mujt me bëj sot një vepër të mirë, që e ka pas planifikim me e bëj vepër të mirë, kjo është ajo që Allahu po e don. Sepse dikush si bjen trag heq kësaj pune. Dikush hiç menon për veprat mira, kur heq. Zot në mëngjes, bjen në mbrëmje, sikur me qenë një coftin, edhe nuk dëgjon kur që do të më bëj një vepër të mirë, edhe nuk mërzitet fare që do të më bëj një vepër të mirë gjatë ditës. E një problemave të Islamit, një Hamad ibn Muslim ka thënë: "Idha ahabba Allahu 'abdan akthara hammahu fima farrat." Kur Allahu e don një rob, e bën që të shqetësohet nga ato që i kanë kalu pi veprave të mira dhe nuk i ka bërë. E bën që të shqetësohet robi për ato që i kanë kalu nga veprat e mira dhe nuk kanë bërë. Ka pas me lexu sot Kur'an, s'ka mujt me lexu, shqetësohet, jetë marak, çu si lexova Kur'an. Ka pas me bë veprat mira prej dhikrit, me përmendje Allahun azza wa jall, me bë tasbih, tahmid. I ka kalu dita s'ka bë dhikr, shqetësohet, i jet marak, pse se ka përmend Allah. Ka pas me agjëru nafile, s'ka mujt, i jet marak, pse s'ka, shqetësohet për veprat mira, shqetësohet për veprat mira. E thot ky Hamad ibn Muslim: "Idha ahabba Allahu 'abdan akthara hammahu fima farrat, وإذا أبغض عبدا أكثر همه فيما قسمه له." E kur Allahu azza wa jall nuk e don robin, e bën që ai të shqetësohet për ato që ja ka caktuar atij prej rrezikut, hala pa lind ky.
Tash duhet me marrë vesh se në cilën jemi. A jemi në ato që shqetësohemi, që na kanë kalu veprat mira gjatë ditës dhe ne kemi bë, apo jemi për atyre që shqetësohemi për rrezikun që Allahu xhalla wa ala ja ka caktuar robit. Cila brenga jonë, cila shqetësimi jonë. Për ato që është e caktuar dhe që ti dush me lyp dhe ka me ardhë, do të mi marrë sebepet, po ka me ardhë ajo gjithsesi, sepse nuk shkon nga kjo dynja, pa e hangë rrezikun që e ke, apo shqetësimi jonë është nga ato të cilat na kanë kalu prej veprave të mira, edhe neve nuk kemi gale fart në ta. Pra prishenjave që Allahu e dënë në robin është që shqetësohet kur i kalon një vepër e mirë dhe se ka bërë. E prishenjave që Allahu zogjë nuk është të dashur robin, është ai robi i cili shqetësohet për rrezikun dhe nuk shqetësohet për veprat mira. Dhe e treta, Allahu xhalla wa ala na tregon në një ajet të Kuranit për kategoritë dhe cilësitë e këtyre njerëzve, thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu man yartad minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa yuhibbuna." O ju të cilët keni besuar, nëse ndonjëri për juve thotë e lën fenë e Allahut krejt, del prej fesë. Thotë dinet që Allahu si boni kur gjej. Sepse Allah ka me pru një popull që e beson Allahun, e dojnë ata Allahun edhe Allahu i don ata. E çfarë cilësi kanë këta? Thotë Allahu xhalla wa ala: "Adhillatin 'ala al-mu'minin." Këta janë njerëz të cilët janë të butë me besimtarët. Me besimtarët, me njerëzit e mirë janë të butë, shumë të butë. "Izzatin 'ala al-kafirin." Janë shumë krenar para besimtarëve. Po muslimani ndaj vëllat vetë musliman është shumë i butë, ndaj të gjithë njerëzve në përgjithësi. Po ai që jo kryeneq nga pabesimtarët, muslimani është krenar me fenë e tij. Muslimani duhet me ndi veten krenar me fenë e tij. Jo me shku në xhami rreth dovari se po të çet dikush. Jo, amar Allah. "Izzatin 'ala al-kafirin", thot Allah azza wa jalla. Janë krenar me fenë e tyre, kudo që shkojnë ata. Cilësia e muslimanëve që Allahu i don ata. Pastaj thot Allahu: "Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im." Edhe kur vjen koha me luftu, këta nuk ikin, po dalin Francë sepse janë burra, sepse janë njerëz që Allah azza wa jalla i don. Wa la yakhafuna lawmata la'im. Edhe nuk shqetësohen për mendimet e të tjerëve dhe mendimet e njerëzve. Këto cilësi të dashur vëllezër i ka muslimani, me qenë njeri i cili ja ka frikën Zotit, është i butë dhe është i fuqishëm atëherë kur kërkon nevojë. Këto pra janë disa shaja që Allahu i lartësuar është të e dashur robën e tij. Pastaj dikush mund me pyet dhe me thonë, po si me arrit këtë çështje? Si arrihet kjo? Si arrihet që robi me arrit kënaqësinë e Zotit dhe me arrit dashurinë e Zotit ndaj tij? Arrihet me dy gjëra. Arrihet me dy gjëra. E para, duke i kry farzët dhe duke fal shumë nafile, duke bërë vepra vullnetare. Sepse Allahu xhalla wa ala thot në një hadith kudsi: "Inna Allaha qal man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Allahu thot në këtë hadith kudsi, ai i cili thot i më ngacmon një mik timin, një evlia timin, i kom shpall luftë atij, thot Zoti, i kom shpall luftë atij. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi." Mimma aftaradtu alayhi. Edhe robi thot nuk afrohet te kon, thot Zoti, me diçka që unë du më së shumti se sa farzët, se sa obligimet që i ka bërë. Pra Allahu xhalla wa ala e don robin kur i kryen farzët e tij. Apo dëshirojmë me qenë për atyre njerëzve që na don Zoti, duhet me i kry farzët që i ka bërë Allahu. Cilat janë farzët? Janë namazi, është agjërimi, është zeqati, është haxhi, janë obligimet e Zotit që duhet me i kry. Farzët e namazeve janë 2 në sabah, janë 4 në drekë, 4 në qindi, 3 në akşam, 4 në jasi. Të janë farzët që duhet pa tjetër kryrje atyre. Pastaj thot Zoti xhalla wa ala: "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu." Edhe vazhdon të robi mu afru tek unë me gjëra vullnetare, hatta uhibbuhu, derisa ta dua atë. Pra robi përveç farzëve afrohet tek Zoti me nafile, me gjëra vullnetare, me namaz vullnetar, sikurse që janë sunetet ditore, 2 para farzit sabat, 4 para dreke, 2 mas dreke, 4 para i qindis,
2 mas akşamit, 4 para yatsis, që është shumë sunet, domethënë jo i fortë sikur se tjera. 2 mas yatsis dhe 3 vete. Këto janë pra sunetet ditore. E ka në hadith ai që i fal 10 rekate sunet ditore, Allah ja ndërton një shtëpi në xhenet. Në një transmetim tjetër ai që i fal 12 rekate sunet gjatë ditës. Pra, Allah xhalla wa ala po thot, vazhdon robi më afru tek unë me gjërat vullnetare derisa ta dua unë atë. E kur ta dua thot unë robi, thot Allahu xhalla wa ala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wal basaru alladhi yubsiru bih, wa yaduhu allati yabtashu biha, wa rijluhu allati yamshu biha. Kur thot e du robin, ka më bë veshi i tij me të cilin dëgjon, syri me të cilin shikon, dora me të cilin punon, këmba me të cilin vepron. Pra, syri i tij më nuk sheh aty ku nuk duhet, veshi i tij nuk dëgjon aty ku nuk duhet, dora e tij nuk prek aty ku nuk duhet, këmba e tij nuk hec aty ku nuk duhet. Pastaj thot Zoti xhalla wa ala, wa idha sa'alani la utiyanna. Qofse më pyet, më lutet ku më u përgjigj. Wala in ista'adhani la u'idhanna. Edhe kur kërkon mbrojtje për meja, unë do ta mbroj atë. Edhe pastaj Zoti xhalla wa ala thot, robi nuk e dëshiron me ja marr shpirtin, por sikur mos ishte caktimi me ja marr shpirtin, nuk do t'ja merrja shpirtin. Domethënë atë shumë e don Allahu azza wa jalla robin i cili afrohet tek ai me farze dhe afrohet tek ai me nafile. Me nafile namaz, me nafile xherem, me nafile zeqat, dhurat, sadak, e të gjitha dhikr e kështu me radhë. Pra këto janë shenjat që Allahu edhe rruga të cilën Allahu e don robin e tij. Pastaj kalojmë te e treta me radhë. Pra, e para ishte shenjat që Allahu e don robin. E dyta ishte se si me arrit dashurinë e Allahut. E treta shenjat që ne e dojmë Zotin. Ja hala më e rëndësishme gjithashtu. Shenjat që ne e dojmë Zotin, apo jem të rrejt vetën që e dojmë Zotin. Pra e shpjeguam shenjat që Allahu e don robin, edhe rrugën se si arrihet aty, edhe stash do i shpjegojmë shenjat që ne e dojmë Zotin. Cilat janë ato? Cilat janë shenjat që aludojnë që muslimani, robi, është e dash Zotin e tij? E para dashur vëllezër është me i kry obligimet e Zotit pa i ardhur në rrugë. E para, me i kry obligimet e Zotit pa i ardhur atij. Pra, kur e fal namazin, atë vjen rënë, as vjen rënë. Atë letohesh, a kënaqesh kur e fal namazin, kur e xheron Ramazanin, kur e jep zeqatin, kur shkon haxh, kur i kryen obligimet e Zotit, atë vin trana, au më çun sabah me fal sabah. Nëse vin trana sa shajmi. Nuk është e mirë. Kur na vin trana obligimet e Zotit. Sepse prej shenjave që robi e don Allahun është i kryen obligimet me kënaqësi. Nuk i vin trana fare hiç përkundrazi. Kur e fal namazin letohet. Kur e xhon Ramazanin kënaqet me ibadetin që ja bën Zotit. Kjo është e para. E dyta, e yakun al-abd hafidhan li hududihi. Shenja që e dojmë Zotin është që robi i ruan kufit e Allahut. I ruan kufit e Zotit, nuk prek aty ku Zoti xhalla wa ala e ka ndaluar. Kjo për shenjave që ne e dojmë Allahun. Për këtë thot një prej poetëve, ta'sil ilaha wa anta tudhir hubbahu, arun alayka idha fa'alta ash-shani'u. Të t'i bën mëkate, edhe në jashtëmën tënde e shfaq dashurinë ndaj Zotit, arun alayka idha fa'alta ash-shani'u. Marrët atë është për ty në qoftë se i vepron të gjëra, domethënë në qoftë se neve e dojmë Allahun, i ruajmë kufit e Zotit xhalla xhelalu. Nuk prekum aty ku Allahu e ka ndaluar. Pra Allahu xhalla wa ala e ka ndaluar gjërat haram, sigurisht që janë bigjozi, sigurisht që janë prostitucioni, sigurisht që janë droga, alkooli, e kështu me radhë, vjedhja, përgojimi, hyrja në hak të tjerëve, janë kufit që Allahu xhalla xhelaluhu i ka ndaluar. E kur robi ndalohet nga kufit e Zotit, është shenjë që ti je të e dash Zotin. Kur ne prekmi në kufit e Zotit, është shenjë që ne nuk jem të e dash Zotin. Sepse kem thënë që ai i cili e don dikën ruhet që mos më bëj veprime me hub dashninë e tij. Njeri është njeri, ti e don.
Njeri është, po ti e dën, ti raportet me ta I ki ma ndryshit sa me të tjerët. Ruhesh ndaj veprimeve që ai nuk ka qef ti me I bë. E din për shembull një shok, një shoqe ose grua, ose kushdo të qoftë, një punëtor ose një diçka që ti e ke shumë afër dhe e don, dhe ja din pikat, ja din kufit ku I ka, ti nuk afrohesh se thu I dhnohet. Me njeriu, Allahu xhallahu ala I ka vendosur kufit e ti, ka thonë o njeri, jeton tokë, po këto mos ju afro se s'është në dobin tonë, po në dëmin tonë. Janë kufit të cilat ti nuk guxon me I prek. Në qoftë se ti I prek, dihet që Allah don që ne nuk e dojmë Zotin xhallahu. Ne nuk kemi të dashur sepse me dashur të ruhemi nga ato që e hidhrojmë Zotin xhallahu ala. Tjetra me radhë të dashur vëllezër është me dashur ato që e don Allahu dhe me urrejt ato që e urrejn Allah. Është pishanjave që ne e dojmë Zotin. Pishanjave që ne e dojmë Zotin është me dashur ato që Allahu e don. Me urrejt ato që Allahu e urrejn. Allahu urrejn gjërat të cilat I ka ndaluar, gjërat të këqija, edhe ne duhet me urrejt. Allahu I don punë të mira, vepra të mira, edhe ne duhet me I dashur punë të mira dhe vepra të mira. Për këtë thot një prej ulemave të Islamit, një Abu Hazim, thot shay'ani idha amilta bihima asabta khayra dunya wal akhirah. Dy gjëra nëse I arrin me ibadet, kemë arrit mirat e dunjas dhe të ahiretit. E para thot tahmilu ma takrahu idha ahabbahu Allah. Me bart ato të cilën ti e urrejn. Po që e don Allahu, ti dush me urujt, me bart, me u largu prej saj. Edhe nëse urrejn, dën zemër, do shta e kin, dën një haram, po e bart, e fsheh, e ruhesh prej tij sepse Allahu xhallahu ala e urrejn ato dhe e kundërta me të kundërtën. Pra, Allahu xhallahu ala kur e don diçka, edhe ti nganjëherë vjen e rënë ti, ruhesh, bën sabër, sepse Allahu xhallahu ala e don atë. Sepse Allahu e don atë. Prandaj duhet me dashur ato që e don Zoti dhe me urrejt ato që e urrejn Zoti xhallahu xhelalu për prishanjeve që ne e dojmë Zotin. Që ne e dojmë Zotin. Tjetra me radhë të dashur vëllezër, që është kulmi I dashurisë së robit ndaj Zotit, thonë ulema e Islamit është dhënia edhe marrja me qenë e njëjtë tek robi. Me dhon sadaka dhe me marr para me qenë e njëjtë në nivel, mos me pas dallim. Është kulmi I dashurisë ndaj Zotit xhallahu xhelalu. Për arsye se thot Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, kur u shpyet se cili është kulmi I dashurisë ndaj Zotit, ka thonë ya Abul Ali mata yablugh rajul ghayatu min hubbillahi taala. Ka thonë Abu Ali, kur arrin dashuria e plot ndaj Zotit, ka thonë idha kana ata'uhu wa man'uhu iyyaka 'indaka sawa faqad balagta al-ghayata min hubbihi. Ka thonë Fudail ibn Iyad, kur dhania ka thonë sadaka edhe marrja fitimi I pasurisë janë të këti në një nivel, është njëjtë. Më thonë gëzohesh kur jep, sikur se gëzohesh që fiton, ka thonë atëre ka arrit kulmin I dashurisë ndaj Zotit xhallahu xhelalu. Pra arsye se robi e din që kur jep shkruhet atje, sevap. Kur merr gëzohet, po e din që pastaj duhet prap me dhon. Pra, në qoftë se njeriu arrin këtë nivel, që e dhënmja dhe e marrmja me qenë të njëjtin nivel të gëzimit, atëre e ka arrit robi dashurinë ndaj Zotit xhallahu ala në mënyrën më të mirë të mundur. Në mënyrën më të mirë të mundur. Dhe çështja tjetër me radhë është kathratu dhikrihi. Për shenjave që aludon që ne e dojmë Zotin, është me përmend shumë Allahun xhallahu xhelalu. Me përmend Allahun shumë. Për arsye se thot Malik ibn Dinari rahimahullahu ta'ala, alamat hubbillahi dawamu dhikri. Shenja e dashurisë ndaj Zotit është përmendja e tij e vazhdueshme. Lianna man ahabba shay'an akthara dhikrahu. Sepse ai që e don dikën e përmend shpesh. Ai që e don dikën e përmend shpesh. Pra kur robi e don Allahun e përmend shumë. Non stop rrin duke bërë dhikr, duke thonë la ilaha illallah, duke thonë Allahu akbar, duke thonë subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astaghfirullah, e kështu me radhë. Pra robi non stop rrin duke përmend Zotin sepse është ai që e don Zotin e tij. Sot një prej ulemave të Islamit që është shumë e rëndësishme e marr vesh këtë meselë, thotë min al-muhali an ta'rifuhu thumma la tuhibbu. Thotë është e pamundur me njoft Zotin ashtu siç duhet edhe mos më dash atë. Është e pamundur.
E pamundur është me njoft Zotin ashtu siç duhet, me emra dhe cilësitë e tij, edhe mos me dash atë. Të pamundur. Pastaj thot: "Wa min al-muhal an tuhibbuhum thumma la tadhkuruhu." Thotë është e pamundur me dash atë edhe mos me përmend. Pamundur është me njoft mos me dash. E pamundur është mos me dash edhe mos me përmend Zotin xhalla xhelal. S'është e mundur kur njeriu e don dikon edhe se përmend. Pastaj thot: "Wa min al-muhal an tadhkurahu thumma la yujidu laka ta'mu dhikrih." E pamundur është me përmend atë edhe mos me gjet kënaqësinë e përmendjes së tij. Mos me gjet kënaqësinë kur ti e përmend Zotin xhalla wa'ala. Është e pamundur thot. Për ulemat e Islamit. Wa min al-muhal thot an yujiduka ta'mu dhikrihi thumma liyushghiluka bihi 'amma siwa. Do të dhe e pamundur është me gjet kënaqësinë kur ti e përmend Zotin, edhe më u marr me dikën tjetër. Edhe më u marr me dikën tjetër. S'ka mundsi. Kur robi e don Allahun xhalla wa ala, e përmend atë. Kur e përmend Zotin, e gjen kënaqësinë e përmendjes së tij. Kur e gjen kënaqësinë e përmendjes dhe të ibadetit, është e pamundur më u marr me dikën tjetër ti. Është e pamundur. Sepse dashuria ndaj Zotit është aq e madhe në zemrën e robit, saqë tek ti më të tjerë janë shumë në nivel të ulët që s'ja vlen më u marr me ta. Që s'ja vlen më u marr me ta, dhe kjo është kulmi i dashurisë ndaj Zotit, ndaj Zotit xhallahu ala, duke lutur Allahun që të na bëj prej tyre. Prandaj në cilën kategori të dashur vëllezër jemi ne, në cilën kategori? A jemi për atyre robërve të cilët e dojmë obligimin që e ka bërë Zoti? A jemi për atyre robërve që e dojmë ato që e don Zoti, edhe e urrejmë ato që e urren Zoti? A jemi për atyre njerëzve të cilët kur dham sadaka është e njëjtë me neve sikur se ajo që e marrëm? Pra sadakaja dhe dhënia dhe marrja është në të njëjtin nivel të gëzimit, sepse robi e din që kur jep, ajo i ka mbet te Allahu xhallahu ala. Ndërsa ato që i ka mbet tek ai është ajo që e ngran dhe e pin dhe kur gjë kërkujt. Për këtë, kur është ardhur një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e ka gjetë aty, por ka qenë Aisha, gruaja e tij, ka ardhur një grua me fëmijë të vegjël dhe ka lyp diçka. Nuk ka gjetë Aisha, përveç se një hurme ose gjysmë hurme, edhe ato ja ka dhënë. I ka thënë ja Rasulullah, nuk na mbet asgjë në shtëpi. Jo, ka thënë, çaja na ka mbet. Ajo që e ke dhënë ka mbet. Me pasnon diçka, ajo nuk kish mbet. Do të shikoni se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është gëzu kur ka dhënë dikush sadaka nga familja e tij për arsye se e ka ditë që Allahu xhallahu ala pagun shumë dhe e ka ditë çka është dashuria ndaj Zotit. Çka është dashuria ndaj Allahu xhallahu ala. Për këtë thot një prej njerëzve të mençur të Islamit, nuk është ajo që ne pretendojmë se e dojmë Zotin, po çështja është ana don Zoti neve. E prej shenjave që ne e dojmë Zotin janë këto që i përmendëm, të dashur vëllezër, në mënyrë që neve si musliman të jemi prej atyre njerëzve që nuk e rrejmë veten tonë, nuk e rrejmë veten tonë, po e dojmë Zotin hakikat. Kur Allahu xhallahu ala e don obligimin, dush me kry obligimin. Kur Allah e urren një haram, dush me u largu prej tij. Kur Allahu xhallahu ala na don neve, na i mundson që t'i kryjmë obligimet. Kur ne pretendojmë që e dojmë Zotin, ta përmendmi shumë atë, sepse është shajë që ne e dojmë Allahun e lartësuar dhe Allahu xhallahu ala na don neve, e dashuria ndaj Zotit nuk arrihet vetëm me gjuhë. Do thonë unë e du Zotin, edhe unë e kam zemrën e mirë ka hoq se për tjera s'o problem, unë si kryj obligimin, nuk fal, babën e kam pas haxhi, po unë e zemrën e kam mirë edhe ne du Zotin, ama kur ta këshësh rakin dorë. Kjo është aludim që ti si e të dorë Zotin. Sepse tham, prej shenjave që robi e don Zotin është mos me i prek kufit e tij. Mos me i prek kufit që i ka vendosur Zoti xhallahu xhalal. E kufit kur ti shkel robi është shaj që ti si e të dorë Zotin, po jetë të rrejt veten, është mashtrim për i mashtrimeve të shejtanit të mallkuar që ja bën njeriu. Prandaj neve duhet të mësojmë këto gjëra në mënyrë që ta dimë se në cilën tabar dhe në cilën rrugë jemi, duke lutur Allahun xhallahu ala që të na fal neve dhe juve, të na bëj për atyre besimtarëve që e dojmë Zotin xhallahu ala dhe na don Zoti neve. Kur Allahu xhallahu ala e don robin, e the Xhibrilin, e thret dhe i thotë dua fulanin, duja edhe ti, dhe Xhibrili pastaj i thotë të gjithë banorëve të qiellit që Allahu xhallahu ala e don filanin, duan edhe ju, dhe pastaj dashuria e tij zbret në zemrat e njerëzve në tokë, duke lutur Allahun që të jemi prej tyre. Wallahu taala alam.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.